Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi, programi për bashkët me zhvillimet që të kalojnë kufit shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi. Po takohemi sërish si çdo të hejte për të diskutuar një temë gjithnjë me interes të përbashkët, po në radhë të parë sot me interes të posaçëm për Kosovën. Një vit më parë, pikrisht me 9 shkurt të vitit të kaluar 2025, pra më tepër se një vit, Kosova mbajti zgjedhjet e rregullta parlamentare. Megjithse kishte një parti politike që mori një shumicë jo vetëm të konsiderueshme, por gati sa pjesa tjetër e opozitës së bashku, Kosova nuk arriti të bëjë institucionet e saj. Një ngërç për 8 muaj më tepër me radhë, dhe pasaj zgjedhjet të parakoshme me 28 dhjetor, vetëm 2 ditë para ndrimit të moteve, dhe një fitore që nuk ishte shënuar asnjëherë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, në zgjedhjet e Kosovës shtet. Partia që kishte marrë shumicën disa muaj më parë kishte tejkaluar edhe vetveten, edhe nga zgjedhjet e vitit 2021. Me 51.1%, vetvendosja krijoi kuvendin e Kosovës dhe zgjodhi edhe qeverinë, por erdhi ngërçi i radhës tek zgjedhja e presidentit apo presidentes së vendit. Vetëm disa orë pas kadimit të afatit procedural të paraparë në Kushtetutën e Kosovës për të zgjedhur presidentin e vendit, filloi një seancë e cila më pas u ndërpre dhe disa orë më vonë të nesërme në mëngjes një dekret nga presidentja për shpërndarje të kuvendit dhe më pas pasuan edhe ankesat e të 2 palëve në gjykatën kushtetuese, derisa vetvendosja insistonte se partitë opozitare që bojkotuan seancën për zgjedhjen e presidentit sipas vetvendosjes janë të obliguara të qëndrojnë në sallë dhe ju drejtua gjykatës kushtetuese për të treguar nëse ato kishin obligim apo jo, ndërkohë që pasoi edhe kërkesa tjetër për shfuqizimin e dekretit të presidentes, e cila thon drejt nuk ishte nënshkruar, po ju kishte drejtuar vetvendosja kushtetueses nëse ky dekret ishte i ligjshëm, ishte kushtetues apo jo. Më pas pasuan edhe kontradiktat, u pa se Vjosa Osmani dhe Albin Kurti ishin prishur keq me njëri tjetrin dhe tani jemi në një situatë një ngërçi tjetër kushtetues. Do të flasim për këtë temë sot për 60 minuta, kaq shumë gjëra që vështirë për t'i trajtuar në këtë emision prej 60 minutash në 4 studio tona, megjithatë ne do përpiqemi të themi gjërat kryesore. Unë jam Mirvete Uka nga Studia Radio Kosovës, ju flas ku jam bashkë me Blerim Burjanin, profesor, është njëri ndër hartuesit e Kushtetutës dhe një analist politik. Blerim, të faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit edhe për juve për ftesën. E kolegu im Jaho Margjeka ka ftuar Qerqiz Loloqin, analist në studion e Radio Tiranës. Ju përshëndesim. Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, përshëndetje për kolegët në studiot e tjera dhe për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin sot në Pakufi, siç thatë edhe ju. Unë jam në studio me Qerqiz Loloqin, analist dhe kontributor i vazhdueshëm i emisionit ton Pakufi. Qeço, faleminderit shumë që ke ardhur sot. Faleminderit. E falenderojmë edhe ne zotin Loloqi dhe kalojmë linjën në Shkup me Medali Jusufi, ka ftuar profesor doktor Besnik Rametin. Përshëndetje me Medali për ju dhe të ftuarin tuaj. Pa mos u mërkohet, përshëndesim që gjithë të dëgjuesit kanë mban kur na dëgjojnë në përgjithë botë, në përgjithë trojt shqiptar. I ftuari im për sot është Besnik Rameti nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Përshëndetje Besnik, mirë se erdhe në Pakufi. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Senat Gila në studion në Podgoris ka biseduar me Nikol Berishën, analist dhe publicist, për temën që do diskutojmë bashkë dhe kronikën e përgatitur do të transmetojmë ka gjysma e emisionit. Do nisim bisedën këtu me Blerim Burjanin, profesor, njëri ndër hartuesit e Kushtetutës, një analist politik. Profesor, ka shumë gjëra ka ndodhur këto ditë dhe sigur problemet politike dhe ngërçet që për mendimin tim janë ngërçe të shkaktuara me veprime politike dhe që pastaj ne i quajmë ngërçe juridike, sepse sikur ngjan, sikur partitë politike po përpiqen gjithmonë të shohin ku është ajo hallka e më dobët të kputën dhe jo të gjejnë zgjidhje. Si ka mundësi një parti që fitoi 51% të ketë problem në zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit. Spari Mirvete duhet ta dinte gjithë, besoj apo po shpresoj që edhe zoti Kurti dhe vetvendosja duhet ta kuptojnë drejt Kushtetutën e Republikës Kosovës, që është një kushtetutë
moderne, pro-evropiane, pra e hartume me standarde evropiane, dhe kjo kushtetut e një konsenzusin si formë të qeverisjes, duke vendosur sistemin proporcional zgjedhor, një vetëm qeverisjen e përbashkët apo konsensuale. Pra dhe nëse ki shumicën 50+1, i ki limitet kushtetuese që janë përballë dhe e ki problemi bo ato me gjitha problemet, për shkak se nuk mundesh pa bashkëpunu me subjekte tjera politike, ta imponon kushtetuta dhe sistemi zgjedhor i cili është i Kosovës, i cili parashen një gomë të gjerë të funksionimit të mbrëmshëm edhe të shumicës edhe pakicës brenda partive ekstreme, partive të mëdha, të vogla e tjerë. Pra 3 situata janë këto që duhet me pas qartë vetëvendosja. E para është se Kushtetuta e Republikës Kosovës sot qartë që pa një qeverisje dhe konsenzus të kunësh me zgjedh presidentin e vendit, sepse kërkohen 2/3 në 2 rundet e para, në rundin e tretë kërkohet vetëm shumica e thjeshtë. 2. Nuk mundesh me ndryshu Kushtetutën pa i pas 2/3 dhe pa i pas 2/3 apo pa dyfishin e pakicave dhe natyrisht marrëveshjet ndërkombëtare nuk mundesh me kalu me pa 2/3 në kuvend. Pra janë 3 limite kushtetuese përkatësisht që Kushtetuta janë i shedha nuk mundesh me ikë pi asajna. Pra çdo lëvizje që apo çdo tentativë çon ngërsha jo të natyrës juridike, por çon drejt e përdrejt në probleme institucionale dhe konflikte politike. Pra. Të ndalemi pak tek këto 2/3. Opozita e bojkotoi këtë seancë dhe vetëvendosje ju drejtua gjykatës kushtetuese me pretendimin se ata kanë shkelur Kushtetutën duke mos qenë pjesëmarrës në këtë seancë. A mendoni se vërtet kanë shkelur? Mund ta detyroj kushtetuesja deputetin të bëjë një akt të tillë politik, të bojkotoj një seancë ku konsideron se nuk po respektohen të drejtat e shumicës? Spari duhet me ditë që vetëvendosja në këtë sistem, çfarë është? Kushtetues Kosovës duhet me bashkëpunu me të tjerët për me mujt me të kalu problemet që ka. A kishte mundësi ta bënte? Natyrisht që ka pas mundësi. Veç atë të filloj të shpjegoj pak a shumë të sqaroj, veç pak shumë shkurt sepse ka edhe e tjerë në studi të tjera të na prit. Pra nuk bashkëpunimi ka mungu dhe izolimi vetëvendosjes dhe qëllimi për të marrë gjithçka për veti apo egoizmi politik ka bë këtë punë që mos me lëmë me bashkëpunu me të tjerët. Domethënë këtë tentativa ka qenë që me mbajt këtë një post të mbishyrën, me gjithë një president i cili është i dëgjueshëm dhe monitorohet shumë lehtë dhe punon për kryeministin, gjë që ky sistem parlamentar e thotë kështu, domethënë se presidenti zgjedhet dhe president nga kuvendi dhe gjithmonë ki president partijak pa asnjëherë s'kemë post tjetër sepse nuk ka vullnet dhe gatishmëri për me kandidu diçka tjetër. Të normet e ajo që e përmendet, që është shumë rëndësi. E para është Kushtetuta nuk thotë që kuvendi ku të mlidhet më njëherë duhet me ndal procesin e me rujt afatin kushtetues. Pra ajo ka ndodhur diçka që nuk e ka prit kërkosh dhe nuk duhet me ndodh, sepse kur ti në fazën e rundeve ti duhesh me përfundu procedurën deri në fund. Pra nuk mundesh me ndal. A kishte fare të drejtën të filloj procedura me shumicën e thjeshtë, pavarësisht se shkruan që seancat plenare mund të nisen me shumicën e thjeshtë, por një seancë e zgjedhjes së presidentit nuk është një seancë çfarëdo. Jo, nuk mundesh me fillu në asnjë variant. Për atë arsye e përmenda fillimin e bona hyrën. Patjetër vetëvendosja doshte të bëj konsenzus me subjektet politike dhe mu marr vesh kush është kandidati i mundshëm, cilin mund të fitojë votat dhe a ka kandidat konsensual apo do të jetë një njeri vetëm i vetëvendosjes apo dy njerëz të vetëvendosjes që do të propozohen, pastaj nuk do të ketë vota për brenda apo nuk do të ketë vetëvendosjes fiton gjithmonë partia që ka shumicën, ka 66 vota. Po normal, po nuk mundesh prapë me kaluar. Kote ki, nuk mundesh këtë sistem me kaluar, edhe po që si i pati 2 kandidati, propozoj kandidaturat mirë, po kur e po që se ka kvorumi brenda 2/3, s'ka çka pretas ato 61-shin. A është keq kuptuar edhe kjo që thot Kushtetuta vota në kuti? Nuk thot prezencë, po thot 80 vota në kuti. Normal, është vota është e fshat dhe votat me atë shumira, thot Kushtetuta, me 2/3 zgjedhet. Vetëm herën e tretë i ki 61 vota. Tash në kuti 2 runde duhet të pas ditë 80 vota. Që nuk kupton sepse deputetët edhe mund të qëndrojnë në sallë, po mos marrin pjesë fare në votim, as me abstenim. Po, a di çysh është, tash ti ka këtu edhe intervenime dhe interferime që ka bëu më herët do gjykimi gjykatës kushtetuese që e ka përzikit punë, sepse Kushtetuta thotë është qartë. Nëse nuk i ki 2/3, nuk dalin kuti që për përmen kutin të votave, ti shkon në tretë. Nëse edhe në tretë nuk i ki 61, po se ki as kvorumin për 2/3, bjen poshtë krejt. Po. Pra është obligim me qenë të gjithë brenda dhe me votu, mos me votu ose me abstenu. Mirë, po këtu çka po ndodh?
mirë vete, nuk ka ligj në botë dhe nuk ka kushtetues që thotë patjetër dikush do të menajt Marana. Pra, a gjykimi i gjykatës kushtetuese kur ka thonë që do të menajt Marana, kjo i bën që mos menajt Marana. Pse s'mundesh vullnetin politik me shndruar në normativ. Jo, për mendimin tim, me vetë faktin që ceket duhet në kuti, mendoj që deputetët edhe mund të qëndrojnë në sallë, po mos marrin pjesë në votim. Çashtu është. Nëse herën e tretë, herën e tretë me 61 vota çata që votojnë me shumicën e thjeshtë fiton për pozitën e presidentit dikush nga kandidatët. Po për afatin 60 ditor. Por derisa Neni 86 në pikën 2 thotë zgjedhja duhet të bëhet një normë imperative, e obligon dhe tani thirrën në pjesën e Neni 82 në çështjen e shpërndarjes së kuvendit. Por ajo dispozit i jep mundësinë dhe mendoj se një dispozit që jep mundësi nuk mund të zhbëj një dispozit që obligon. A mund të konsiderohet procedurë e filluar kjo në orët e fundit? Po, shumë është e thjeshtë. Neni 86 i referohet drejt për një specifike të zgjedhjes së presidentit. Neni tjetër që përmendja nuk i referohet të zgjedhjes, po i referohet situatave krejtësisht të ndryshme edhe tjera ku president nuk ka për shkak smundjes, deniti që ka u po aftësinë presidentit dhe gjanat e tjera. Pra ajo të gjallë di që mendohet me dhoni pauzë saktuar për me mujt me rehabilitu situatën politike dhe me bë kandidatura me pas një proces tjetër. Pra 86 që presidenti shumë bukur e ka thonë. Pra na çashtu kemi menduar, por është botë 86 Neni 86 është thonë, 30 ditë para zgjedhjeve duhet me pas një president të ri. Pra kini afat kalimtar një muj ditë derisa të vjen kryet presidenti i ri që jo, tash i bën një muj ditë, kjo bën 30 ditë do me 5 prill ti ski mo kurrë. Ski president vendi pra në këtë periudhën kalimtare që kanë lënë tentativa ka qenë që mu përgatit presidenti i ri me marrë detyrat e presidentit vjetër dhe me voni dorëzim pranim të detyrave. Pastaj, presidentja që ka aktuale, që është dhe me 5 prill, kur donë, brenda kësaj periudhe, mundet me shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme që në 45. Po, sepse akoma është në brenda mandatit të saj. Në brenda mandatit të saj. Edhe ai e bën, domthonë mundet ditën e fundit të procesit që ka, që punës që kryen, mundet me thirr partitë politike, më thonë kur pe dani datën. Sipas mendimit tuaj, është duke rrjedhur ky afat? Jo, është kushtetuta e vendit, po natyrisht kjo afat është ka rrjedh. I 60 ditësit? Edhe për te datës 5 mars? Nuk është fjala kjo për 60 ditë, është fjala për ato Nenin 86, po foli për Nenin e tjera, se Neni 86 është specifik dhe fol drejt për presidentin. Ajo tjetra është diçka tjetër. Ajo mendon situatat e tjera, po jo në këtë situatën që është 86. Pra për këtë arsye presidenti i shtetit e ka thonë shumë bukur, jo që unë e përkroj, po aq ashtu, se na ku kemi e hartuar e kena menduar çato. Nuk e kena menduar atje Nenin tjetër i cili thotë 60 ditë. Ajo është punë. Pastaj kjo është keq interpretim sepse nëse thua atje po thotë 60 ditë, ka po 45, ti e ke në kolizion 86 me ato. Po. Nenin 86 me Nenin tjetër, por nuk ka kolizion. Nas kemi lënë koalizion dhe konflikt kushte në normativ. Shumë është e qartë. Ka mundur të fillojë më njëherë pas 12 shkurtit. Mas konstituimit të kuvendit, negociatat dhe procedura. Ka mund të fillojë më njëherë. Po, kushtetuta kur nuk e thotë në mënyrë të preme vetëm kur është fjalë të domon afati kur i del mandatit e presidentit ata qartë 30 ditë para se ta kalojë mandati duhet mos jetë presidenti i ri. Po për dekretin, pak shkurtimisht për dekretin. Dekreti është mjet apo instrument juridik që presidenti e kishte të drejtën vetëm disa orë pa konsultuar as drejtuesit e partive politike. Dëgjoj më vete. Ajo do të ishte kon situata normale, në situata plotësisht normale, o dosh presidenti jam i ftuar dhe më marr vesh me tregu që unë kam qëllimin se ju nuk dështut para 30 ditë para se me shku me zgjedhjet e presidentit nuk e bën ju dështut, prandaj hajde po flasim çka matutje. Çka? Pastaj ishin ato rendet kishin folur për politikë, kishin çka po dënë, do më shpas zgjedhja, do ne menajt çështua, nas mujna me lën shtetin serish bllokad, çush po thani. Pra presidenti ka për obligim mu konsultu me subjektet politike. Jo në mënyrë të pavarur me bë këto punë dhe çka? Pa ushtir 3 votimet. Ajo ka thonë që presidenti është shumë qartë, ajo nis në 86 që është shumë qartë. Për presidentin 3 rundet kanë lodhur, nuk kanë mujt me kuvendin, nuk kanë mujt me shku procesin deri në fund. Pra nuk ka mujt me shku procesin deri në fund me mbajt 3 atë procedura zgjedhore dhe ka dështu. Dhe presidenti ka kuptuar që ka dështu kuvendi i Republikës së Kosovës dhe çka? Tash duhet normal që do të konsultim me vosën vetë, pak edhe më të kallëzuar që tema është kjo dhe na duhet me gjetë një zgjidhje. Jo smutet partive. Po, jo smutet nëse nuk do t'i përgjigjeshin. Jo smutet 30 ditë para çushë kushtetuta me bë këtë punë, atë na çka duhet me bën? Mu konsultu pak ndërmjet veti, s'ka shumë mundësi atë. Se janë pyetje orë, domethënë që shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe shpërndahet kuvendi. Po çudia tjetër. Tash gjykata kushtetuese nxjerr një masë e pezullon këto mirë po
E pezullon kuvendin, po qeveria është ekzistuese. Po. Nuk e pezullon baras me qeverinë dhe Qeveria kuvendin, që sepse ka si derivu qeveria nga si kuvendi nga dolin kuvend. nga Po. kuvendi i Kosovës. Edhe ky interpretim është jam i sakt, nuk e tupi se lutem. Na sollën në një situatë çfarë ishim gjithë verën e kaluar, kur normal. kishim një qeveri në detyrë dhe nuk kishim një kuvend që e kontrollon qeverinë. Dhe po jemi Shqipëria, në po një nuk mundesh situatë. mirë vete me pas Ta lëm, qeveri po. ku shpërndahet kuvendi, ku se Sigurisht. qeveria i Ka përgjigjet derivu kuvendit, nga ajo, apo? Aja ka për obligim i përgjigj Por kuvendit, një 8 muaj apo 9 kështu e kemi pas vitin e kaluar dhe si duket kështu po funksionon. Jo, nuk jo kështu mo nuk Ta va. mbyllim Blerim këtu se ti lëm radhen edhe Tiranës tani se kjo krejt pastaj rezultoi me u duk se janë ato inatet personale mes Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit dhe në gjithë këtë katrahur janë gjëra që Tu bo politike. duket se nuk janë parimore, po janë çështje personale mes dy personave kryesor Që shtetit janë. Kosovës. Janë. Po. Jaho, si e keni parë Po. ju? Sepse ju kemi Po. trazuar shumë edhe juve me gjithë këto informacione ditëve të fundit. Jo, të gjithë i kemi bashkë në një farë mënyrë, pavarësisht se E shoh që të gjitha mediat i ndjekin shumë. Shtet më Po. vete, se cili shtet më vete ka barën dhe haraqet e veta në këtë realitet. Çejo, vazhdojmë këtu në studion e Radio Tiranës. U duk se Kosova u rikthye në rrugtimin e pashëm demokratik, por nuk ndodhi 100% kështu. Një ngërç për zgjedhjen e presidencës, e zhytje përsëri në kolaps realitetin politik në Kosovë. Natyrisht është një ngjarje që s'duhet të ndodhte me dhe unë, sepse Po ndodhi. por ndodhi edhe këtu mendoj që ka disa probleme. Problemi i parë është që edhe këtu më shtet dhe profesor Blerimin që Kushtetuta e Kosovës, domethënë kushtetuta për një republikë parlamentare, edhe që është pak a shumë, nenet janë pak a shumë të njëjta për të gjitha shtetet që janë republikë parlamentare. Po. Që ka procedurat e veta, domethënë si janë procedurat e veta. Procedura e parë është që presidenti ose presidentja Po. duke mbështetur te kushtetuta do presi një herë do zbatimin e të kushtetutës së Kosovës, do presi një herë që të kryeshin procedurat që janë për zgjedhjen e presidentit të ri. Du ta ezauronte Do ta zgjedhën kohën. këtë kohë. Edhe këtu mendoj që ka një ngutje nga zonja Osmani. Duke shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Të nesërmën dekretin për zgjedhjet e reja. Sepse nuk janë ezauruar ato 3 raundet, edhe koha që është gati 2 muaj. Megjithatë zonja Osmani tha që këtë ja lë gjykatës kushtetuese nëse kam të kaluar kompetencat për një mas të, si quhet ajo, mas të përkohshme, gjë që ndodhi në fakt. Dhe tani deri me 31 mars nuk janë disa gjëra të kufizuara deri me 31 mars. Do thotë ka një Ka një kohë realitet tjetër. Po. Në këtë rast mendoj unë edhe duke më shet prapë profesorin që përpara se të shkojë tek këto akte, e kupton? Unë mendoj që duhet bërë një konsultim paraprak, atë që tha prapë dhe profesori në Prishtinë. Domethënë konsultim paraprak që sepse çfarë është presidenti? Ardhur te konsultimi paraprak, a mund të shmangej kjo situatë? Është ajo që i fillua në fakt të thonit. Këtë po them që por unë ju ndërpreva. Pra kjo mund të shmangej. Pse mund të shmangej? Kjo mund të shmangej, domethënë këtu një rol ka të madh ka presidenti. Po maggioranca. Sigurisht maggioranca, po, sepse për shembull, unë mendoja këtë zgjidhje, domethënë ka ndodhur një gjë në Kosovë. Sigurisht shteti i ri, po është shtet demokratik, prapë, nuk të themi që është shtet. Siç tha kolegja, u bën zgjedhjet, u bë fitovi prapë vendendosja me një përqindje relativisht të konsiderueshme, u duk sikur gjithçka u rikthye në shinat e duhura, u zgjodh qeveria, erdhëm tek zgjedhja e presidentes. Si mund të bëjnë ndryshe në opinionin tuaj? Për të mos u bërë, për të mos ardhur tek ky ngërç, tek kjo krizë. Tani të gjithë dimë që Kosova pati gati rreth një vit që ishte me një qeveri në detyrë. Po. Shkojnë në zgjedhjet. Po. Barakoshme. Kemi biseduar edhe herë të tjera në.
studio. Ndërkohë këtë do ta zgjidhet. Si zgjidhet presidenti? Sigurisht presidenti i Republikës Parlamentare nuk është se ka shumë kompetenca, po zakonisht është një figurë e gjithë pranuar. Edhe një nga kandidaturë mund të ishte edhe vetë zonja Vjosa Osmani. Po pse se bëri këtë majoranca? Këtë kompromis më ta bënte majoranca, sigurisht e kupton, do ta bënte majoranca, po unë këtu shikoj përgjegjës edhe opozitën. Se edhe opozita ka krijuar një, një pol më vete, refuzues. Në shtetet e tjera, gjithmonë ka gjëra që bëhen me kompromis. Dhe kompromisin nuk e bëjnë opozitët. Kompromisa e bën gjithmonë majoranca. Sepse majoranca mund të ndodhi prapë që edhe të zbatohet kjo kushtetuta e Kosovës, të bëhet 3 raunde dhe presidenti mos zgjidhet. Ndodhi dhe kjo. Atëherë kush mund të lëshonte pe? Sigurisht se është ai slogani i vetëvendosjes. Po mos lëshon pe është për gjërat e tjera me sa e kemi kuptuar ne, jo në realitete brenda shqiptare. Unë po marr rast Gjermania, për shembull, që është një shtet demokratike, modele, ka një peshë të madhe në Europë. Gjermania, Merkeli, 2 mandate i mori CDU-CSU. Domethënë 2 parti që janë të djathta. Po. 2 mandate tjera i bëri me kompromis me socialdemokratët. Bëri 4 mandate. Pra, edhe kjo nuk e i bëri dëm Gjermanisë, i bëri mirë Gjermanisë. Sigurisht një shtet demokratike. Dhe këto janë të kuptueshme. Pra mund të lëshonte në këtë aspekt, mund të bënte kompromis vetëvendosja, por si duket me Vjosa Osmanin u prishin raportet e kryeministit Kurti. Kjo është e vërtet, po shiko çka ndodh. Ka ndodhur që qeveria e Kosovës për fat të keq, jo thjesht nga qeveria, po meri pak izoluar, mori dhe saksione nga Europa, nga ndërkombëtarët, ishte izoluar dhe i vetmi zë që nuk i preun lidhjet me ata që kemi miq tanë me shtetet e mëdha, me Amerikën. Me diplomacinë ndërkombëtare. Po. Ishte Vjosa. Presidencën e Shtetet Bashkuara me presidentin Trump. Kosova Po në këtë aspekt mos u ngjall një farë dualizmi me kryeministin Kurti, pasi kryeministri është relativisht një njeri në republikat parlamentare që përfaqëson kryesisht shtetin në arenën ndërkombëtare. Edhe kjo është e vërtetë, në republika parlamentare pesha kryesore është e kryeministrit. Nuk diskutohet ajo. Kryeministri ka peshë më të madhe se presidenti, sepse presidenti disa vende kanë honorific fare. Pra janë bashkuar shumë faktor. Edhe Inati paksa, mos ta them unë, mund ta thoni ju, Inati Allah. Ama shqiptar, po ti të duhet ndërkohë, ti të duhet që të kesh qeveri, jo ti është qeverinë detyrë, kupton se ti të vajte një vit qeverinë detyrë. Çfarë do rish qeverinë detyrë prap, o do shkosh zgjedhjet para koshme prap? Kjo është e papranueshme, më thënë drejtën. Prap në këtë situatë qeveria Kurti po etiketohet nga një pjesë si qeveri prap në detyrë. Po në detyrë dhe kjo nuk i bën mirë Kosovës, më thënë drejtën. Kjo i bën kur janë edhe disa institucione me njerëz udhëheqës në detyrë, bordi i RTK-s, komisioneri i shtetit, si quhet, avokati i popullit, edhe disa të tjera. Edhe kjo gjendje, shiko, edhe kjo gjendje ngarkon me përgjegjësi ai që është majoranca kryesore, nuk ngarkon opozitën, jo se është pafaje opozita, po përgjegjësitë kryesore këtu i ka majoranca, e cila duhet të gjejë kompromisin, e kupton, që të dalin nga gëngërç, se mund të ngjelet prapë izoluar. Dhe ndërkohë Kosova ka sfida të tjera më të mëdha, shumë më të mëdha. Për sfidat se çfarë do të mund të bëhet për rrugët deri në një ndryshim të situatës do të bisedojmë në pjesën e dytë. E me siguri do ta dëgjojmë edhe profesorin që është në Radio Kosova, por edhe të ftuarin e Mehmet Aliut në Radio Shkupi. Uroj që të kemi linjë me Radio Shkupin. Faleminderit zoti Loloçi për këtë pjesë. Po mirë vete. Është rada juaj me Dali. Po, faleminderit, mirë vete. Duke dëgjuar, duke mos dashur sërish të përsërisim atë që u thanë Kosovë dhe në Shqipëri, se sillemi në një rreth vicioz, zgjedhje kaq shpesh dhe kam përshtypje sikur nuk duam përgjegjësi, sepse jemi kohë dhe luftrash ka dy kampet janë përfshirë shumë, thuhet lufta e tretë botërore nisi kur dy fuqi të mëdha janë luftë
tashmë shohim një situatë të Kosova mund gjithë ajo punë që është bërë kaq vite me Kosovën mund të zhbëhet më njëherë. Kam përshtypjen se sikur kryeministri nuk e merr atë përgjegjësinë e duhur dhe sepse shihet numrat flasin vet mbi 40 njerë 50 tani dhe mos zgjedhësh politika është edhe kompromis fundit, mos zgjedhësh një president po sërish zgjedhje, si ke parë këto zhvillime profesor lidhje me zhvillimet aktuale në Kosovë dhe gjithë 2025 na shkoi këto, ju keni qenë edhe disa herë i ftuar në Pakufi. Faleminderit. Për fat të mirë, më thonë, Kosova është një ndër shtetet më të reja, më thonë, të Evropës. Pavarësia e Kosovës njihet, më thonë, që në vitin 2008, me 17 shkurt, e njohur, më thonë, nga vetë kushtetutët, më thonë, se e kanë sjellë, më thonë, fuqitë e Evropës, Paku i Ahtisarit, që është një ndër kushtetutët më të avancuara të Evropës dhe me një dëshmi më të madhe në rajon të drejtat dhe liritë e njerëzve, pakicave, do të thonë, edhe nga përballja serbët të gjitha të drejtat, do të thonë që i tangojnë, do të thonë, me 5% të popullatës serbe në Kosovë, të vim në këtë situatë, do të thonë, pas këtyre viteve, do të thonë, kur brenda vitit 2025 në territorin e Kosovës janë zgjedhur, do të thonë, ka pasur 3 zgjedhje, do të thonë, 2 janë parlamentare, do të thonë një të rregullat, do të thonë janë mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025, pastaj të zgjedhjeve lokale të mbajtur më 12 tetor të vitit 2025 dhe të fundit të parakohshme të cilët kanë mbajtur më thonë më 28 dhjetor të vitit 2025. Nga këto, do të thonë, këtu shihet një problem, do të thonë, që në zgjedhjet e parë, do të thonë të shkurtit, do të thonë të 9 shkurtit të vitit 2025, partia vetë vendosur, do të thonë, ka qenë fituese me 42% të pikë 3, do të thonë, të votave të marra, nga e ngërç politike krijuar, nga paknajtësitë e krijuar apo mosmarrveshjet e krijuar mes partive politike, do të thonë, fituese posaçërisht lëvizja vetëvendosur, e cila ka pas të drejtën të krijon qeverinë edhe pas përfundimit të zgjedhjeve të rregullta. Në këtë pjesë partitë, do të thonë, të cilët ishin humbëse, por kishin numrin e deputetëve, do të thonë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe në bashkëpunim Aleanca bashkë me Nismën, do të thonë, ishin këto subjekte edhe numri i pakicave dhe minoriteteve, por edhe të sërbe, kishte mundësi për të krijuar një qeveri, pa marrë parasysh, por duke bërë kompromise. To erdhë në një ngërç të madh, duke ditur se do të ketë edhe zgjedhje, do të thonë, të lokale brenda Kosovës. Por këtu është një problem i krijuar në vend se për një edhe zgjedhjet lokale, por edhe zgjedhjet parlamentare mund të mbashin me një proces me një ditë të përbashkët. Siç bën zakonisht Maqedoni. Siç bën Maqedoni, të njëjtin problem, do të thonë, këto ushtrin, do të thonë, deri më 12 tetor. Dhe kur partia sot, lëvizja vetëvendosi, kemi dëgjuar zëre se ka ardhur momenti kur do vinë gurbetçarët, do të thonë, diaspora shqiptare. Okej, u arrit numri dhe partia vetëvendosje ka arritur kumulacionin më të madh, do të thonë, duke fituar 51.11, do të thonë, % të votave, më shumë se gjithë partitë, do të thonë, shqiptare, pa të drejtën e votave, do të thonë, të minoriteteve dhe serbëve, do të thonë, të cilët kanë të drejtën, do të thonë, e 20 deputetëve. Dhe problemi i krijuar që sot, do të thonë, nga një koalicion i përparshëm në vitin 2021 në zgjedhjet parlamentare kur Albin Kurti bashkë me Vjosa Osmanin me Guxor ishin të përbashkët, po tash problemi i krijuar sot, do të thonë, në këtë situatë Kosova u desh të arrijë, do të thonë, një kompromis, lëvizja vetëvendosje, pa marrë parasysh me çdo subjekt tjetër politik, nga kjo fitore të cilën e ka pasur Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, u desh me çdo kusht të krijon të bën kompromisin për të zgjedhur një president dhe të lëshon, domethënë, një president që i pavarur. Këtë mundësi ka pasur edhe Vjosa Osmanin që ta kandidon sepse ishte edhe mundësi, e pranonte Lidhja Demokratike, pranonte Partia Demokratike e Kosovës, por edhe minoritetet tjera, dhe qeveria Kurti do të funksiononte në mënyrë në këtë moment të krizave, kur ne e dim se një Kosovë nuk është e njohur ndërkombëtarisht në lidhjen e Kombeve të Bashkuara, ende domethënë Kosova një domethënë me mbi 110 shtete të cilët njihet, edhe nuk ka hyrë në thoni nuk është luks sepse në fundit nuk e kemi këtë drejt. Kosova se ka këtë drejt të bëjë këtë manevra politike.
Kosova duhet të krijon institucione të shëndosha, duhet të ketë siguri. Nga kjo palë duket se Kosova është shteti i fundit që ka dhënë nga lufta. Zgjedhja e presidentit duhet të ketë konsenzus, duhet në kupton që të jenë mbi gjitha palët dhe vjosa pak a shumë edhe atë sepse u shihet nga vetvendosja një kritik të madhe që u bëri, sepse partia e vetvendosur u izolua, kryeministri u izolua në arenën ndërkombëtare. E prishim atë marrëveshjen strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kishte embargo nga Bashkimi Evropian. Dhe tani thuhet që ky presion mund është që më le të gjej një parti tjetër që të formoj institucionin e të fundit që i mbet, sepse u formua, kishim edhe kuvendin, edhe qeverin, formoj edhe qeverin, tani presidenca. E kishe kaq vështirë të bëj një kompromis me një parti tjetër. Shumë e qartë, do të thonë që në marrëveshjen që në ka këtu një mbrapasken që ky nuk don të marrë përgjegjësinë sepse presin edhe marrëveshja e Ohrit zbatim ajo sepse ky është futur në pushtet po e zëm duke qenë shumë kritik ndaj Zajnicës që quhet, domethënë atë statusin autonom që mund ta marrin kushtetuta e Ahtisarit, do të thonë kushtetuta e Kosovës që sot marrëveshjet të cilat të bën mes Serbisë dhe Kosovës me faktorin ndërkombëtar që në Ohër, Albin Kurti dhe lëvizja vetvendose dhe qeveria Kurti di siç njihet ka bërë një izolim të Kosovës. Dhe posaçërisht ne shqiptarët jemi të detyruar, çdo qeveri në Kosovë, por edhe në Shqipëri, por edhe shqiptarët e Maqedonisë, ne shqiptarët jemi të obliguar çdo raport, domethënë të aspektit diplomatik dhe të përkrahas të jemi të orientuar drejt bindje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe sepse ato ishin mbrojtësit kryesor të fatit tonë. Ato janë garantuesit edhe të pavarësisë Kosovës. Ato janë edhe baza kryesore e sulmit të NATO-s. Sepse edhe dje kishim një kërcënim nga Vučić. Thoi që mezi pres të krijon një bankë dytë mbas edhe më keq një. Se tipa institucioni kjo si eshe një minus të madh për qeverinë. Nga këto rrethana, do të thonë, është mospjekuria politike e krijuar sepse është mungesë edhe institucioneve që sot në këtë kohë lufte, në këtë krizë lufte që kemi në Evropë, por edhe në lindjen e mesme, edhe duke i ditur problemet mes Serbisë dhe shqiptarëve, posaçërisht Kosovës, ne duhet të kemi institucione të shëndosha dhe u desh të vinë një kompromis që deri më datën 5 mars të kemi president, sepse edhe nga këto probleme tash të krijuara, tash ne nuk e dim, ne mund të flasim, mund të paragjikojmë sot, nëse nuk do të jemi të dëgjues të Amerikës dhe kërkesave të tyre të cilët sjell ambasada e Amerikës në Kosovë, që është garantuesja kryesore e fatit të shqiptarëve të Kosovës, por edhe shqiptarëve në Ballkan, ne do të bëjmë sa herë gabim të shkojmë në pikat orientuese. Dhe asnjë qeveri në botë, nëse nuk do të jetë nën orë, të shteteve të cilët janë aleat brenda saj, ne do të jemi duhet të pranojmë rregullat apo kërkesat, të cilat i japin fuqitë e mëdha. Profesor, edhe dua edhe për ngërçim Vjosa Osmani vetvendose. Kishim formimin e bordit të paqes, jashtë quajtur, që kryesonte Trump. Kosova ishte e ftuar, Shqipëria ishte e ftuar aty. Domethënë këtë privilegj nuk e kishte as Maqedonia, as Serbia, as kush. A ka gjasa reale ne të hupim, si thua, në këtë hap për të afruar me qëndrimet sepse në marrëdhënie ndërkombëtare kam përshtypjen se ai rendi vjetër i ri botror mund të thuhet lamtumir definitivisht, krijohet një rend i ri dhe ne nuk i kapim ato hapet duhura për kaq të duhura për Kosovën, për njohje të reja dhe për të marrë një karrikën Kombet e Bashkuara. Nëse do të marrim kohën shumë, do të jem pakës më i gjatë këtë moment. Ja, lutem profesor, se kemi shumë minuta. Vetëm shkurt. Domethënë duke e ditur nga lidhja e Kombeve. Do të rrezikojmë më herën e dytë, duke ditur nga lidhja e Kombeve pas përfundimit të luftës së parë botërore, kur ne shqiptarët në lidhjen e Kombeve nuk kishim askund. Edhe pas përfundimit, nga San Francisco, kur është mbajtur e kuvend, të formimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilën sot në këtë pjesë, ku ndryshon botëtimi nga Versailles deri më sot, në 100 vjetor, do të ndryshon në rendi i ri botëror. Dhe këtë Trumpi, politika Trump, e jep, siç ishte politika edhe pas luftës së dytë botërore, plani Marshall, por edhe sot politika Trump, me këtë politikë, shqiptarët i favorizojnë në pikën më të lartë. Ta mbyllim me medalin. Një shtet që nuk është i njohur në aspekt ndërkombëtarisht. Po, faleminderit shumë për këto
përgjigje. Po, Faleminderit shumë, profesor, do keni edhe një radhë tjetër, besoj, nëse na mjaftojnë minuta. Do transmetojmë në vazhdim kronikën e përgatitur në Podgoris nga kolegu ynë Senat Gila, e ka biseduar me Nikol Berishën, analist dhe publicist. E ndjekim bashkë. Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim kudo që na ndiqni. Edhe sot, siç edhe keni paralajmëruar sigurisht ju kolegë në Tiranë, Prishtinë e Shkup, në emisionin tonë të përbashkët pa kufi, edhe nga Radio Maritezi, do të përpiqemi të trajtojmë këtë temë të rëndësishme politike dhe shoqërore në Kosovë. Vendimi i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit ka hapur diskutime të shumta në skenën politike dhe juridike, ndërsa shumë njerëz të rrethanave vlerësojnë se një vendim i tillë mund të përballet edhe me shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Për të analizuar këtë situatë dhe për të kuptuar më mirë pasojat politike dhe institucionale të këtyre zhvillimeve, në emisionin pa kufi kemi të ftuar analistin dhe publicistin Nikol Berishaj. Në pyetjen tonë se si e vlerëson situatën aktuale politike në Kosovë pas zhvillimeve të fundit dhe vendimit të presidentes për shpërndarjen e kuvendit, ai na u përgjigj. Pavarësisht gjendjes së krijuar me shpërndarjen e parlamentit me dekretin e presidentes në orët e mëngjesit të ditës tjetër, kur sipas saj skadoi mandati kushtetues për zgjedhjen e presidentit, gjendja është e tillë që duhet pritur gjykatën kushtetuese të jap vendimin përfundimtar, nga se ajo deri në 30 të këtij muaji la një mundësi të shqyrtimit të kësaj të kërkesës së lëvizjes vendosje që të shqyrtoj kushtetutshmërinë e vendimit të presidentes. Ndërkohë edhe shumë analistë tjerë kanë ngritur dileman nëse ky vendim ka qenë plotësisht në përputhje me kompetencat kushtetuese të presidentes. Në rastet e tilla, roli i gjykatës kushtetuese bëhet vendimtar për interpretimin e ligjit dhe për përcaktimin e kufive institucionale. Për mendimin nëse presidenti Vjosa Osmani ka pasur bazë të mjaftueshme kushtetuese për një vendim të tillë, apo ky vendim mund të konstatohet nga gjykata kushtetuese, Berisha i thotë. Sipas leximit tim të kushtetutës së Republikës e Kosovës, besoj që kryetarja nuk i ka marrë parasysh të gjitha vlerësimet, gjithsesi përcaktimet e kushtetutës, por vetëm një prej tyre. Dy që nuk i ka marrë parasysh janë ato se në një parlamenti nuk i ka pas 60 ditë të përcaktuara me kushtetutë që të veprojnë në zgjedhjen e kryetarit, dhe në dy nuk janë zhvilluar të 3 raundet e zgjedhjes së kandidatit propozuar. Nga ana tjetër, zhvillimet të tilla politike shpesh ndikojnë edhe në balancat mes partive politike. Disa vlerësojnë dhe sugjerojnë se kjo situatë mund të ndikojë në raportet e forcave politike në vend, ndërsa në të njëjtën kohë vendos në provë edhe besimin e qytetarëve të institucionet. Nëse zhvillimet aktuale çojnë drejt zgjedhjeve të reja, mbetet pyetja se sa të gatshëm janë qytetarët për një tjetër proces zgjedhor, duke pasur parasysh se në vitet e fundit Kosova ka kaluar shpesh në zgjedhje. Në fund, shumë çka do të varet nga zhvillimet institucionale në ditët dhe javët në vijim, si dhe nga vendimet që mund të merren në nivel kushtetues apo politik. Berishaj në pyetjen nëse është Kosova realisht drejt zgjedhjeve të reja apo mund të ketë një zgjidhje tjetër politike brenda institucioneve ekzistuese, ai thotë. Duhet pritur pra gjykata kushtetuese të vendosë në lidhje me këtë gjë, por sidoqoftë unë jam i mendimit se zgjedhje nuk do të ketë, ndoshta edhe gaboj. Në fund të fundit ekonomia, por edhe populli i Kosovës nuk ka më vullnet për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe nuk mund të punohet në mënyrë të tillë. Votuesi ka dhënë verdiktin e vet, besoj që brenda një kohe të caktuar edhe gjykata kushtetuese do t'ja japin lëvizjes vendosje mundësinë që të vazhdoj me zgjedhjen e presidentit. Dhe gjithsesi t'i bind deputetit se
obligimi tyre kushtetues. Zhvillimet politike në Kosovë edhe njëherë tregojnë se stabiliteti institucional dhe respektimi i procedurave kushtetuese mbetet thelbësore për funksionimin e demokracisë. Në një kohë kur qytetarët presin më shumë stabilitet dhe përqendrim në zhvillimin ekonomik e social, çdo krizë politike sjell edhe pasiguri të reja për të ardhmen. Për fund të kësaj kronike nga Radio Maritëzi, më mbetet vetëm edhe t'ju falenderoj për vëmendje dhe për faktin që na keni ndjekur gjatë kësaj bisede, ku përpoqem të analizojmë zhvillimet e fundit politike dhe ndikimin e tyre në rajon. Një falënderim veçantë shkon edhe për mysafirin ton, analistin dhe policistin Nikol Bejshaj, për analizën dhe mendimet e ndara. Për Pakufin nga Podgorica, Senat Gilaj. Falenderojmë edhe ne kolegon ton Senat Gila dhe po ashtu edhe të ftuarin e tij Nikol Berishën dhe do të vazhdojmë diskutimin këtu në studion e Radio Kosovës me profesor Blerimin. Profesor Blerim, 30 milion euro kanë kushtuar zgjedhjet e vitit të kaluar. 4 herë kemi dalur gjatë 2025-s në zgjedhje. Jemi në kohën kur KQZ duhet të bëj zgjedhjen e antarëve të rinj, sepse ka dalë mandati disa prej tyre në gjykatën kushtetuese në qershor, nëse nuk gaboj e humbim quorumin. Edhe tani jemi në një situatë të tillë kur njëri mund të jetë me probleme shëndetësore apo diçka dhe jemi në situatë krize edhe aty dhe dihet se gjyqtarët e kushtetuesës si zgjedh kuvendi, ndërkohë që në botë ka luftra të tmerrshme, dy superfuqitë më të mëdha janë në luftë dhe derisa vendet e zhvilluara demokratike po bëjnë përpjekje, po bëjnë madje edhe thirrje për të pasur para kesh në shtëpi dhe rezerva ushqimore, ne merrim me gjëra të tilla. Deri më 31 mars do presim se çfarë do thotë gjykata kushtetuese, do kemi zgjedhje apo jo, me që i kanë ngrirë të gjitha afatet. Por pam diçka që na tërhoqi vëmendjen të gjithëve ditëve të fundit. Tani ka filluar ajo lufta mes dy personaliteteve, Kurtit dhe Osmanit. Eksponentëve të vendosjes thonë se nuk ja kishin për borxh Osmanit ja japim edhe një mandat me që ja dham një, ndërsa në intervistën e zonjës Osmani pam edhe diçka tjetër, ai e pranoi vetë se ka qenë në shërbim të kryeministit, duke ia dhënë datën 28 dhjetor dhe duke i apritur siç tha diasporën, do të thotë nuk ka qenë presidentja e të gjithëve, por dhe gjëra që për mendimin tim dhe të shumë njerëzve të tjerë në Kosovë duken mjaft të rrezikshme, kur presidentja deklaron se njerëz të rrezikshëm po punojnë kundër interesave të Kosovës. E njëjta presidente që deri në orën e fundit të datës 5 mars pretendonte të marrë edhe një mandat dhe tani të deklarohet se njerëz të rrezikshëm po punojnë kundër interesave të Kosovës. Nesër ai mund të dalë me një parti tjetër politike dhe mund të fitojë një sasi të konsiderueshme të votave, por si do ta ketë populli i Kosovës besimin në liderët e saj, në krerët e institucioneve, nëse ata në kohën kur qëndrojnë në raporte të mira mes veti, janë në krye të këtyre institucioneve dhe pas sprishjes jo për parime, po për interesa personale, deklarohen se njerëz të rrezikshëm po punojnë kundër interesave të Kosovës. A do duaj zonja Osmani të ketë deklarime të tilla dhe të distancojë para se kjo të kishte ndodhur, apo vetëm kur u prish me kryeministrin Kurti? Unë mendoj që ka pasur këto situata që cilat janë të pakëndshme midis dy personaliteteve. Pasi që presidenti i shtetit me kompetence ka politikën e jashtme dhe ka dëmonosh komandanti i forcave të armatosura të tjera të kompetenca që janë 28 tjera që janë më tepër janë ceremoniale. Fuqia e saj si presidente ka qenë politika e jashtme. Kurti e ka mbajt një tjetër linjë politike në politikën e jashtme, a u çan këtu përfundimisht raportet e tyre. Një linjë më të konservatore dhe një linjë e cila ka pru konflikti edhe me perëndimin, po edhe me veten e vet si vetvendosje. Edhe brenda vetvendosjes ka pas probleme të kësaj natyre, se është Kurti të shku drejt me këtë farë situate të caktuara që ka kriju vetë, domethënë. Kurti ka bërë diçka mirë që në veri e ka po që ndryshe nuk shkon përveç se me pas domethënë në mënyrë unilaterale me i zbatu marrëveshjet që janë konë 33 marrëveshje, ky ka filluar një nga një me i zbatu pa bashkëpunim me perëndimin, pa bashkëpunim me Bashkimin Evropian, dhe ajo është quajtur si akti i anshëm i tina. Dhe këtu ka ndodhur, derisa në anën tjetër zonja Osmani ka pa që po zhytet në një politikë kundërshtuese të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve dhe ka marrë këtë një linje në një çështje tjetër në politikën e jashtme, o ndo me fjalë të tjera. Pra ne kemi pas dy politika të jashtme. Njëri që ka refuzuar si Kurti me marrë me politikë aktive ndërkombëtare dhe diplomaci aktive ndërkombëtare. Por me gjëra shumë të rrezikshme. Por me gjërat e tjera të cilat atina i ka interesuar më tepër çka po bëhet tu, po jo çka po bëhet. Presidentja përmend edhe marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit dhe këto janë shumë. Po i përmend mirë vete, po problemi kryesor është domethënë që
nuk ka pas pajtueshmëri, edhe ashtu kur janë bë bashkë nuk kanë pas idetë e njëjta dhe koncepte politike të njëjta, janë kënd ndryshëm. Si ka bashkuar koncepti? Jo, si ka bashkuar bashkëgjesh. Ata si Kurti ka këtë një ideologji të veçantë që është prodhim Medin për Krestina, po e ka prodhu vetë një ide, një ideologji të kësaj natyre që shpeshere thonë që është politikë nacionaliste, politikë radikale, mirë, po nuk ka kjo ajo, ç'është është se Kurti nuk ka bashkë radikal nacionalist, por Kurti është midis sillet midis konservativizmit dhe modernës. Edhe ka probleme gjetë, domthon edukimi tina nuk është as i fuqishëm me ditë me gjetë mesin si më apo. Prandaj atina suni tu krejtësisht radikal, por nuk mund të thonë as modern, kur gjë suni thu. Po sa nuk është i formuar si duhet si politikan, ka probleme të natyrës të eksperiencës politike dhe të çështjes çfarë politike bën. Pra, s'po foli për botën, sa i s'ka lidhje me botën, po foli veç për Kosovën këtu edhe për rajonin. Pra zoni Osmani moti odopi prej tina, është i kanë dalë linjat, moti mirë po ko pas kohe. Zoni Osmani 2025 u duk sikur afruan përsëri. Zoni Osmani ko pas kohe ja ka mojt onën dhe i ka përkro Kurtin. Na e kemi qujtë patëritse Kurtit, asistente. E tha vetë se i kishin premtuar një mandat tjetër. Normalisht i ka premtuar, se politika është interes mas pari i këtyre personal. Këta politikën e shohin si zhvillim të vetin personal. Mos thamone që disa çush mendoj unë, zoni Osmani ka bërë shumë promovime në vetvetes pastaj të Kosovës. Çfarë thonë do? Po nuk është ashtu. Ajo ka bërë promovimin jashtëzakonisht të madh për veten e vet si politikane, por edhe ka promovuar jashtë Kosovën. Po bordi paqes, njohje njohje edhe pse Pacollin njohje ja ka provuar. Muajt e fundit ka qenë më produktive në këtë aspekt. Produktive, pastaj ka reflektuar mirë dhe gjithna e kemi pas një farë simpatie si po reflekton pozitivisht në politikën ndërkombëtare, por nuk e kanë ditë populli si ata Kurti dhe binomi që peshojnë. Zoni Osmani që unë binomi, këtë dyshi dështaj, me bo bashkë, më tonë dhe u datin linjat politike, dhe zoni Osmani e po që s'ka ka shkandë, e po që por nuk i kemi parë zoni Osmani të dalë pas marrëveshjes. Mu deklaru publikisht ka bo dhe ka bo. A është pak vonë, sepse pas marrëveshjes së Ohrit, ajo ka qenë komplet e heshtur. Po, është edhe vonë, po edhe është edhe keq. E para është vonë se o dosh me kallëzu me kohë që çka po bëhet. Po. Nëse s'ka raporte të mira me thonë na kena politikë të ndryshme ndërkombëtare ose politikën e jashtme nuk e shohim barabart njëjtë. Pra se politikë të mbrojtshme këta janë dallu hiç. Se sa ka mujt e ka përkrah vjosa politikën e mbrojtshme e ka përkrah kundër opozitës, sa e di. Po dhe nuk ka pas asnjë zhvillim. Po s'ka pas diçka kur gjë interesante. Shpërndarje parave në kohë fshate. Ka pas opozita, s'ka pas Kosova është shumë e çuditshme, se kanë ai dyshim opozita fjet në Kosovë. Pas s'ka mujt, s'ka pas ndikim kërkun, edhe s'ka pas çka bëm, sot tash që i kanë thonë, do edhe ti mundesh me pas i kandidaturë, mundet edhe me pas kot e kia. Kot. Jo, i kishin, ata i kishin 66 vota të veta. S'ka kurrë për asaj. Veç t'ia bëj kurumin. S'ka kurrë për asaj teme, por a mund të besohet politikanëve kosovar kur mas deklaratave të tilla kur i humbin shanset për veti, sepse nëse nuk kemi pas deklarim të tillë te marrëveshja e Ohrit dhe nëse tani ekziston frika se është pikërisht kjo arsyeja që Kurti nuk po dëshiron të marrë përgjegjësi. 51% Kurti. Kosova, që është problemi. 42% e kena elektoratin stabil. Na i kena pas 2 herë, 2 e ka gjetë formulën. 46% e kena pas të dalis, pa ka dalja ka qenë e madhe. Besimin ky e ka marrë, po problemi që e po thuti, ai beso më kush prej sodjet e tutje, se ky besimin ndej këtu e ka pas. Me 51% Kretja kanë qelë dyrt edhe i ka thonë beli popullit çka po do më shumë. Kishin pastaj deklaratën e Nenad Rashicit për çështjen e manastirit të Deçanit kur ta përhatrin tem 24 hektar. Nuk është çështja e masisë e hektarëve, sa është çështja politike. Ka për hatër të kërkojnë domon ai është e keqja. Por si deklarim e rrezikshëm. Si deklarim ka qenë. Por blerim është edhe çështje tjetër edhe pastaj mohimi i Rashicit se e pas na ngatruar me diçka tjetër, pastaj lind pyetja a ka bërë ka shumë gjëra për hatër të Rashicit kryeministit sa që ti ke ngatruar gjërat cila është? Mirë vetëm. Kurti ka qenë sa për këtë manastirit ka qenë shumë shkurt se është mision. Po, dhe ta mbyllim të lëm pak radhën në Është shumë shkurt. Kurti i shpremtuar që bëhet Kosova antare e Këshillit të Evropës në rast se e që nuk ndodhi. Që nuk ndodhi. Që zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese ka herë, që nuk ka zbatuar kurrë dhe ka qenë grosk e bome, grosk shumë mirë e bome. Për ndryshe Rashici veç e ka pas për konsum të mbrëmshëm të serbëve lokal dhe serbisë me thonë që ky pas ka një far raporti shumë më misor sa që për hatër tine, për hatër politik nuk bëhet bashkëgjë dhe Kurti nuk e ka bë për hatër, po e ka bë për me qenë pjesë e Këshillit të Evropës që e kanë mashtruar. Të deklarohesh kështu. Po, e kanë nuk është në rregull, po e kanë mashtruar, e kanë thonë. Ta mbyllim blerim, po. I kanë thonë kështu, pastaj ka dhënë ndryshe krejt. Po, presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Të lëm radhën Tiranës, Jaho. Po vazhdojmë këtu në Radio Tirana, bisedën me Qerqiz Loloçin.
Që tashmë janë të qarta realitetet, të thënë edhe në studiot të kolegëve në Prishtinë dhe në Shkup, në Podgoricë, është një situatë e tillë dhe pritet të dilet prej kësaj situate, mënyra se si nuk është e qartë, edhe ne përveç opinioneve tona nuk mund të themi ndonjë gjë, kush e di se çfarë në kuptimin e mirë të fjalës, por unë do doja të pyesja për shikimin, këndvështrimin nga Tirana të këtij realiteti në Prishtinë, në Kosovë, më qartë. Par një aspekt të gjerë, jo pa hallësira, domethënë. Unë mendoj që Tirana zyrtare, ku përfshi pozitë dhe opozitë, për shkak të luftës të madhe që kanë me njëra tjetrën, njëra është me një palë, tjetra është me një palë. Domethënë, për ta thënë, domethënë, opozita është me presidenten, me kryeministin dhe kundër majoranca me presidentin. Por majoranca jonë. Për tek kësaj, majoranca sigurisht po. Po për tek kësaj, unë mua gjithmonë më shqetëson një gjë. Edhe kam thënë disa herë edhe në këtë emision, sigurisht Tirana mund të ketë një ndikim, por jo të ketë ndikim negativ. Domethënë faktori shqiptar them unë, qoftë edhe në Shkup. Në fjalën jo ndikim paternalist. Jo paternalist, po, që sepse domethënë këtu për shembull, unë shikoj edhe Tirana për shembull gabon, e kupton që mbron një krah dhe sulmon një krah. Këtu Tirana zyrtare i ka gjitha mundësitë, mos bëj shfaqje, pozitë o pozitë. Po ti thot si bëhet mirë Kosovës. Kosovë bëhet mirë me këtë gjë. Domethënë, Kosovës nuk divertit të ketë një krizë, një ngërsh politik. Edhe ngërsh i sajuar nga klasa politike, pra ambicie personale. Palët politike në Tiranë duhet kishin bërë ç'është mundur që mos të ndodhte ngërsh i ri. Po të vete gati një vit këtu në ngërsh dhe mund të vazhdojë ngërshi prapë. Po, okay. Kjo nuk na intereson, kjo bën dëm të gjitha interesave tona, interesat shqiptare. Kemi kohë për ta biseduar. Kështu që unë mendoj që këtu ka vend për reflektim nga të gjitha krahat. Sidomos, këtë njëherë në radhë parë zgjidhje do ta bëj Kosova vetë, klasa politike e Kosovës. Por që do ndikojë dhe Tirana, ose të ndikojë dhe, po themu, politika e shqiptare në Maqedoninë. Në kuptimin të imponohet, sepse komunikimi, bashkëpunimi vëllazëror është gjithmonë i mirë se ardhur. Mirë se ardhur, po këtë kam shqetësim unë. Këtu ka shumë fasad, ndonjëherë, dhe nuk ka thelb. Dhe këtu duhet bërë për thelb, për gjërat e mëdha, këtu kryesorja është që Kosova duhet të jetë në ngërsh politik. Dhe ngërshi nuk e ka as me luftë, as nga lufta, po e ka për interesa partijake, këtu mos individuale ose mos dashkordsi. Kjo është e dëmshme, mendoj. Faleminderit shumë Çeçis Loloçi për kontributin sot në Pa Kufi. Faleminderit shumë. Falenderojmë zotin Loloçi për kontributin e tij sot në Pa Kufi dhe tani lëm radhën për minutat e fundit edhe në Radio Shkup. Mehmet Ali. Po, do mundohemi të jemi sa më shkurt, sepse aq që na premtojnë edhe minutë jemi duke shkelur minutët e fundit. Vërtet, jo që u përsëritëm, po sikur një konfirmim atë që u tha në Prishtinë, u tha dhe në Tiranë, dhe këtu për papërgjithësinë kemi kaluar sfida të mëdha me gjykatët ndërkombëtare, kemi kaluar luftën, kemi kaluar gjithë ato stadët. Dhe sa menduam që jemi, si thuash, në atë kulmin, nëse mund të në majat e një pjekurie që të kompromiseve të shumta që janë bërë. Ne kemi pasur në historinë në shtetit Kosovës ku 2-3 parti politike, hajde le të themi edhe 2 më të mëdha, siç është PDK-ja dikur edhe LDK-ja, kanë formuar gjitha institucionet, dhe tani kur në erdh një çudi e madhe, kur ke 50% të votave më shumë si asnjë parti tjetër, si asë një histori nga shtetet e Ballkanit tu rreth, dhe sun gjesh të arrish një kompromis për në një moment kaq delikat siç është siguria e shteteve tonë vis-a-vis gjitha asaj që ndodh në glob, dhe që nuk jemi larg, kur nëse lansohet një raket prej Iranit mund vijë edhe në Tiranë edhe këtu në afër. Shaka jashtë pak sa ta, si të thuash profesor, në fjalë të fundit këtu, nëse ke diçka për Po nga të gjitha këto rrethanat të cilët erdhën në fund, domethënë pas zgjedhjeve dhe të parlamentarëve të parakoshme,
Kingërsh politik i krijuar brenda Kosovës u desh të ketë një kompromis, por kjo nuk është arritur dhe ajo më e keqe kur përmendëm më herët di parë, domethënë Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë krijuar gjitha këto institucione të përbashkët. Po nuk ka qenë një herë, është një përvojë që kanë përsëritur disa herë. Por edhe me Aleancën Kombëtare. Ishte një analist që ne nuk duam pazare. Domethënë është e çuditshme. Është e vështirë të bëhet kuptimet se të kanë pasur, domethënë, LDK-ja dhe Partia Demokratike, domethënë. Po duke i ditur domethënë njëra është nga kraji luftës apo nga LPK-ja, këto tjerë demokratë me asaj. Gjithçka përzierë. To arritën kur ishte çështja e Kosovës, ato e arritën qëllimin, zgjidhën president Ibrahim Rugovën, zgjidhën domethënë kryetar parlamenti. Ishte edhe Daci i Lidhjes Demokratike. Shumë e vërtetë. Dhe edhe deri te presidenti, domethënë kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, kryetar i shtetit, domethënë, presidenti Thaçi, ndërsa këto di bashkë, domethënë qeveria Kurti ditë që ishte në zgjedhjet dhe në këtë moment të vim deri në këtë situatë, në këtë kohë të vështira, nuk u desh të vim. U desh të ketë një kompromis politik nga kjo fitore e madhe e lëvizjes vetëvendosje. Po të vijnë në këtë gjendje, domethënë, nga pa përgjegjësitë të cilët ka marrë për lëvizje vetëvendosje, dhe të presën përsëri dhe të vijmë në një gërsh ku Neni 86 i presidentës e ka të drejtën dhe ajo shkon sipas kushtetutës, po Neni 84 Neni 84. Po, profesor ta përfundoj. Dhe po e fundit domethënë të presëm kushtetuesën që thot me 31 mars, përsëri domethënë është diçka pa përgjithësi, domethënë, e vetë institucionit të shtetit Kosovës. Një rreth vicioz futemi vazhdimisht, pa mirë vetë. Falenderojmë shumë edhe profesorin Rameti në studion e Radio Shkupit edhe këtu e mbyllim emisionin tonë të sotëm pa kufi. Për 60 minuta diskutuan bashkë për situatën politike në Kosovë dhe ngërçin e krijuar përsëri edhe pas një viti që patëm zgjedhje të njëpasnjëshme dhe ngërçe të njëpasnjëshme. Në studion e Radio Kosovës kisha të ftuar Blerin Burjanin, në studion e Radio Tiranës ishte Qerqiz Loloshi, në studion e Radio Shkupit profesor Besnik Rameti dhe në studion e Malit të Zi Nikol Berisha. Nga studio Radio Kosovës ju përshëndes unë Mirvete Uka dhe kolegët e mi Jaho Margjekën në Tiranë, me Medali Jusufi në Shkup e Senat Gilën në Maltezi. Ju falenderoj shumë për vëmendje dhe miru dëgjofshim të njëjtën tjetër. Mirëveçim në një temë tjetër. Radio Kosovë, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi. Pa kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë ufrinë shtetëror.